Pasi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do të arrinte në moshën 40 vjeçare, filloi të veçohej pak nga populli i tij, duke u ngjitur në një kodër e duke qëndruar në një shpellë për disa ditë dhe disa net. Veçohej Muhamedi alayhis salam për të medituar rreth asaj çka vepronin banorët e Mekës, kurse si nuk ishte dakord me idhujtarinë e tyre, të cilët banorë adhuronin idhujt së bashku me Allahun e lartësuar. Edhe pse e njihnin që Allahu ishte Zot krijues, pra që kishte kriju çdo gjë, ata sërish adhurimin, lutjen ja drejtonin idhujve të tyre. Në moshën 40 vjeçare do të ndodhi një ngjarje e madhe, pas të cilës ngjarje muslimani i cili dëshiron vërtet të jetë në petkun e devotshmërisë duhet t'i hapi sytë dhe veshët mirë dhe të dëgjojë se çdo gjë që ndodh pas moshës 40 vjeçare të Muhamedit alayhis salam vetëm se është fe, vetëm se është din dhe vetëm se është iman dhe vetëm se është devotshmëri. Dhe duhet të ndiqet Muhamedi alayhis salam në çdo hap pas moshës 40 vjeçare.